Banorët e rrugës së Liçenit, në kryqëzimin e Rrillës, kanë marrë përsëri vetë iniciativën për të rregulluar rrugën e tyre, pasi institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërhyrë asnjëherë. Rruga, e cila shërben për mbi 40 shtëpi dhe ka një gjatësi rreth 500 metrash, prej vitesh është lënë në gjendje të degraduar, duke u bërë e pakalueshme, sidomos në ditët me rreshje. Sipas banorëve, kjo është disa herë radhazi që ata detyrohen të shpenzojnë nga të ardhurat e tyre për të mbushur gropat dhe për të sistemuar rrugën, pasi bashkia e drejtuar nga Pieri Ndreu nuk kanë marrë asnjëherë mundimin të duket këtyre anëve. Ju lutem, publikojeni, sepse shteti s'ka vendosur dorë asnjëherë, shprehen banorët, të cilët kërkojnë që problematika të marrë vëmendjen e bashkisë dhe institucioneve përgjegjëse. Ata apelojnë që rruga e tyre të futet në listën e investimeve urgjente, duke theksuar se infrastruktura minimale është e domosdoshme për komunitetin, sidomos për të moshuarit dhe fëmijët që lëvizin çdo ditë. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe të qëndrueshme, duke theksuar se nuk mund të vazhdojnë pafundësisht të mbulojnë me paratë e tyre detyrimet e shtetit.